Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët sërish në kuzhinën time. Për sot do të përgatisim role me peta të gatshme. Mund ta përgatisni në të përditshmen tuaj ose në për festa të ndryshme, siç janë festat që po afrojnë. Do t'ju tregoj dy mënyra si ta shërbeni të nxehtë ose të ftohtë me salcë kosi ose gjizë, shoqëruar me sallatë jeshile ose rukula. Mund t'i përgatisni për parti ose ditëlindje të ndryshme, gjithashtu për fëmijët tuaj në shkollë. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Si fillim të na nevojiten 8 deri 10 peta të gatshme, nga ato petat e holla që përdorim për baklava. Vazhdojmë i hapim petat, që rolea të bëhet e butë dhe të lidhet mirë. Le ta përgatisim së bashku se çfarë na nevojitet. Kam përdorur 250 ml kefir, e cila është dhall, mund të përdorni dhall të gatshme si se shlufra ose erzeni, ose mund ta përgatisni vetë në shtëpi. Pra me kos dhe ujë që t'jetë pak e trash. Pra mos t'jetë shumë dha dhe holl. Do e nevojitet një gotë ujë të plot. Gjithashtu 2 vezë fshati mesatare. $100 ml vaj ulliri ose 10 lugë gjelle. Matje mund ta bëni dhe me gotë, do e nevojitet gjysmë gotë të ujit. Një brez sheqer, gjysmë lugë kafe e krip. Vazhdojmë përzijej mirë. Dhe ja pra kemi gati, masa që do lyejmë petët është kjo. Do na nevojitet tepsia katrore me madhe sobës. Poshtë tepsisë vendosim letër për pjekje. Do vazhdojmë të i marrim petat me kujdes, një dhe nga një. Do i zhubrosim në këtë mënyrë siç e shikoni në video. Më pas do e hapim dhe duhet të jetë e rrëdhosur në tepsi. Mos e shtrini me dorë, thjesht hapeni në pranësore. Shtojmë nga 2-3 lugë gjelle nga masa që përgatitëm në secilën petë. Më pas do vazhdojmë do e hapim mirë me një penel. Në të njëjtën mënyrë do vazhdojmë me të gjitha petët, duke i zhëbrosur dhe duke i hapur në këtë mënyrë. Shtojmë 2-3 lugë gjelle nga përbërja që përgatitëm. Kështu do lidhen mirë petët dhe do qëndrojnë të buta. Do vazhdojmë në këtë mënyrë derisa të përfundojmë me petët. Siç ju thash, do shtroni 8 deri 10 petë. Këtu të dashur miq, jemi tek peta e fundit. Tek peta e fundit do shtojmë të gjithë masën e përgatitur. Si fillim do lagim mirë ansoret dhe më pas pjesën e mbetur do e hedhim në mes. Me një lugë të vogël do shtypim pak ansoret, siç e shikoni dhe në video, të shtrohen dhe të lidhen mirë. Me një penel do vazhdojmë të hapim mirë, të lyhet mirë dhe në mes. Përsipër do shtoj pak susam, kjo është opsionale sipas dëshirës. Nëse nuk keni ose nuk doni, nuk ka hiç problem. Do vazhdojmë me pjekjen, pjekim në furrë të parangrohur në 210 gradë, parafërsisht 15 me 20 minuta. Furrën duhet ta kemi ndezur 10 me 15 minuta përpara pjekjes. Pas pjekjes largojmë direkt nga furra dhe mbulojmë me një pecetë të trash. Do e lëm të mbuluar në këtë mënyrë për 10 me 15 minuta, që të djersisi dhe të zbutet ashtu siç duhet. Siç ju thash, do t'ju tregoj 2 mënyra se si ta mbushni rolen. Ju sigurisht mund të përgatisni cilën ju pëlqen. Ndaj unë do vazhdoj do e ndaj në mes që t'i përgatis të dyja. Do i marrim petët dhe do i kthejmë përmbys. Pra susami të jetë nga poshtë dhe kur ta mbushim ta rrotullojmë, susami të dalë sipër. Për një rëmbushje kam përdorur kecap, pra salcë të kuqe që përdoret për patate ose për sufllaqe. Gjithashtu mund ta zvendçoni me salcë për picë. Në një tas shtojmë 2 lugë gjelle salcë kosi ose gjizë, 2 lugë gjelle majonezë, pak piper të kuq, djegës ose jo, gjysmë lugë kafe e krip. Gjithashtu mund të shtoni erëzat që pëlqeni. Unë kam shtuar borzilok të thatë, mund të shtoni dhe rigon. Kjo të dashur miq është një salcë e cila shkon shumë me sallatë jeshile, pra rolet të ftohtë që do përgatisim. Ju mund ta lyeni vetëm me gjizë ose salcë kosi. Tek pjesa e kecapit, pra të salcës së kuqe, do shtojmë pak rigon. Kjo është opsionale. Gjithashtu djath kaçkavall dhe sallam të bërë në rende. Mund të jetë sallami që juve pëlqeni, unë kam shtuar sallam pule. Tek pjesa e salcës do shtojmë feta prosciutto. Nëse nuk keni prosciutto, mund të shtoni dhe sallam në rende, siç bërëm me të parën. Shtojmë djath kaçkavall tek të dy anët. Mbushjen e dashur miq mund ta bëni sipas dëshirës. Këtu kam sallatë jeshile, të cilën e kam larë mirë
Pasi kanë kulluar, i kam fshirë mirë me një pecet, duhet të jenë të thata, nuk duhet të kenë as pak lagështi. Në vend të sallatës mund të shtoni dhe rukula, si të keni dëshirë. Do vazhdojmë të i mbështjellim në këtë mënyrë si se shikoni në video. Të dashur miq, janë dy ide. Rolea me sallatë shile nuk duhet të ngrohet, pra konsumohet e ftohtë, ndërsa rolea tjetër mund të piqet të ngrohet, të shkrinë djathrat dhe të lidhet akoma më mirë. Do e piqni në 180 gradë, pra afërsisht 15 me 20 minuta. Kjo është role e cila konsumohet e ftohtë, sallata e shile nuk ngrohet sepse prishet. Trashësia që do bëjmë prerje në roles duhet të jetë 2 gishta. Mund të gjeni të xhambot nga këto lloj kunja që shikoni në video, të cilat janë për festa të ndryshme, sidomos për sanduiqe të ndryshme ose role të tilla, i ndihmon që të jenë më të qëndrueshme dhe mos të hapen. Nëse nuk mund të gjeni nga këto, mund të përdorni kunja dhëmbësh të thjeshta. E bëjnë shumë mirë punën pa merak. Kjo të dashur miq është rolea që u poq për 15 minuta, e cila është bërë krokante nga lart, kanë shkrirë djathra, është e nxehtë. Kjo role është e preferuar e familjes time, sidomos për fëmijët e mi. Mund ta provoni sepse realisht del tepër e shijshme. Pasi kemi prerë, i radhisim në një pjatë dhe i servojmë në tavolinë. Dalin tepër të shijshme dhe kanë një pamje tërheqëse. Ja pra të dashur miq, ku përfunduam dhe me recetën e sotshme. Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Gjithë të mirat, bashkë miru t'i gjofshim.